Pavarësisht çmimeve të larta të karburanteve në vendin tonë, cilësia e tyre shpesh mbetet nën çdo standard. Denoncimet për përzierjet e karburantit me substanca të tjera si uji apo elemente të dëmshme për automjetet janë të shpeshta dhe vijnë në mënyrë të vazhdueshme nga qytetarë të ndryshëm. Së fundmi, një qytetar ka denoncuar një rast të tillë në redaksin ton, duke shprehur shqetësimin për dëmin e shkaktuar në automjetin e tij. Ai tregon se është furnizuar me benzinë në një pikë karburanti në dalje të Tiranës, rrugës Përdurës, konkretisht në karburant Daku. Sipas tij, menjëherë pas furnizimit, makina ka filluar të jap probleme serioze në funksionim. Përshëndetje. Kam marrë benzinë te karburant Daku në dalje të Tiranës drejt Durrësit. Karburanti me ujë më shkatroi makinën. Ata nuk e pranojnë. Ju lutem postojeni të paktën mos i ndodh dikujt tjetër. Faleminderit, shkruan denoncuesi. Bashkangjitur mesazhet, qytetari ka dërguar dhe një video ku tregohet se makina nuk ndizet dhe se nga rezervuari del ujë me ngjyrë të ndryshkur. Pasi kemi marrë benzinë te Daku në dalje të Tiranës, benzina ka ujë dhe ndryshk në fund. Ka nxjerrë jashtë përdorimit komplet injektorët, shprehet ai në video. Përballë mungesës së kontrolleve efektive nga institucionet përgjegjëse, qytetari u bën thirrje të gjithë drejtuesve të automjeteve të jenë të kujdesshëm dhe të shmangin pikat e dyshimta të karburantit për të mos pësuar të njëjtin fat.